Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe sot me lejen e Allahut të madhruar jemi në takim me ligjëratat tona të përjavshme në lidhje me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Dhe kemi përmendur atje në fillim dhe jemi munduar që kohë pas kohe të përkujtojmë për rëndësinë e kësaj teme dhe nevojën e madhe që ka besimtari për njohjen e Allahut azza wa jall. Dhe sa më tepër po ballafaqohemi me probleme të ndryshme të kësaj jete, sa më tepër po quaj kështu kushtimisht edhe po dështojmë në raporte me Allahun azza wa jall, edhe në raporte me zvete, aq më tepër po del në shesh nevoja jonë e madhe që ignorancën tonë, pa edukatën tonë, pa nështë përmirësimin tonë të nevojshëm, ta plotësojmë, ta rregullojmë me njohjen e Allahut azza wa jall. Andaj, njeriu në bazë të kësaj, sikur që e kemi përmendur, kupton se për çfarë arsye të parët tanë nga selefi, nga dietarët e mëdhenj, kanë kushtuar përmirësimin e njeriu me njohjen e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, vëllezëruar, gjitha këto emra të bukur të Allahut që po i marrim, njëri nga ato është i mjaftueshëm që njeriu t'ia ndryshon jetën tërësisht. Njëri nga ato është i mjaftueshëm që rrëndësisht njeriu ta ndryshon për të mirë, pozitivisht. E mos lasëm kur t'i shtohet këtij kontributit të përmirësimit edhe emri tjetër e kështu me radhë. Nga se vetëm me një emër të Allahut azza wa jall ju mund të dini, apo sikur që kemi mësuar, se sa ndryshime të mëdha ndodhin në jetën e kësaj bote. Për shembull, me emrin e Allahut El-Khaliq, çdo gjë ekziston. Shiko, veç një emër i Allahut xhallahu ala, çfarë ndryshimi ka bërë në tërësi në atë që është e krijuar dhe ekziston. Gjithashtu emri i Allahut Er-Raziq, furnizuesi, sa ndryshimin e bën. Apo sa njerëz i ngrit, sa njerëz i ul, sa njerëz i begaton, i pasuron e kështu me radhë. Që sado që të flasësh për ndikimin e këtij emri në jetën e njerëzve, është padyshim e mangët dhe të sunguar në raport me atë që realisht ndodh. Nga se ne nuk e dim realisht sa Allahu furnizon dhe kë Allahu e furnizon dhe si Allahu e furnizon e kështu me radhë. Prandaj dua të them që gjitha këto na bëjnë të jemi më të vetëdijshëm dhe gjithashtu na bëjnë që të jemi më ndërgjegjshëm përballë mësimit të emrave të Allahut azza wa jall. Sot jemi në takim me një emër i cili nuk është prej emrave që është përmend drejt për drejt në Kur'an, por është i shpërndar në tërë Kur'anin. Kudo që e lexon Kur'an e gjen këtë emër. E gjen reflektimin e këtij emri, e gjen ndikimin e këtij emri, mirë po nuk është i përmendur me emër në Kur'an, është i përmendur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është e mjaftueshme për neve për të pohuar se Allahu xhallahu ala ka këtë emër. Emri që do të lajmë sot për të është një emër që shpresojmë tek Allahu xhallahu ala që do të na shton dashurinë fillimisht për Allahun te bareke ve teala dhe gjithashtu do të na e lehtëson rrugën e përmirësimit. Do të na shton, do të na e lehtëson rrugën e rregullimit tonë që të na bën më të mirë. Nga se edhe vetë ky emër është në këtë kuptim. Fjala është për emrin e Allahut At-Tayyib, i cili sikur që përmenda është përmend në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa në Kur'an është i shtrirë kudo qoftë, çdo faqe të Kur'anit që e qel,
e gjenë këtë emër të Allahut te bareke ve teala. Fillimisht sa i përket kuptimit gjuhësor të këtij emri at-Tayyib, në gjuhën arabe vjen me disa kuptime, por kuptimi i tij kryesor ka të bëjë me diçka që është e mirë dhe produktive. Andaj tokës që është e pleshme dhe që bën bereqet të shumt, i thojnë ardhun tayyiba, tokë e mirë. Përdorë kjo fjalë tayyiba. Një vend që është i bekuar, dhe një vend që është i mirë, dhe një vend që nuk ka sherr, i thojnë tayyiba. Prandaj edhe Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam quhet tayyiba. Për shkak se në te ka pas smundje, ka pas epidemi, andaj ka qenë e njohur si Yathrib, e qortuar, edhe ardh khabitha, tokë e shëmtuar dhe e pist. Kështu ka qenë e njohur Medinja para ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa me ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë larguar epidemit, janë larguar smundjet, janë larguar të këqijat dhe është quajtur Taba Tayyiba, e përshtatshme dhe e mirë për të banuar, për të jetuar në te. I thuhet edhe erës e cila nuk shkatëran, por sjell bereqet dhe sjell të mira vazhdimisht, i thonë Rihun Tayyiba. Dhe kështu ka në Kur'an, e përmendur era e mirë që sjell bereqet dhe sjell të mira të shumta. Gjithashtu edhe për njerëzit, Rajulun Tayyib, njeri i mirë, ose Imra'atun Tayyiba, grua e mirë, përdoret për njerëz që kanë cilësi dhe virtyte të larta që në kontakt me të tjerët nuk i rëndojnë, nuk i dëmtojnë. Në raport me të tjerët janë gjithmonë të mirë. Pra njeri që fjala e tij, vepra e tij, sjellja e tij është e mirë, për ta cilësuar këtë njeri me një fjalë i thotë Tayyib. Andaj sa e zgjat lavdrimin dhe cilësimin e dikujt duke i thënë se ky njeri kur flet o kështu të kur bën kështu të kur e zgjat, në gjuhën arabe mjafton me një fjalë, i thosh Tayyib, Rajulun Tayyib, njeri i mirë. Në gjitha këto kuptime do të thotë sillen rreth kësaj fjale. Ndërsa i përket argumentit që mbi të e bazojmë të emërtuarit e Allahut me emrin Tayyib, thash në Kur'an është i shtrirë kudo qoftë, apo me kuptime që i përmendin dhe me disa që do t'i shtojmë. Mirë po, si emri Allah xhallahu ala që neve na duhet si argument, nuk ekziston në Kur'an. Nuk ka ajet ku Allahu të emërtohet me emrin Tayyib. Por ka në hadith, dhe kjo absolutisht nuk e zbe fuqinë e argumentimit. Dhe kjo absolutisht nuk e bën që të hezitojmë në emërtimin e Allahut me emrin e tij Tayyib. Prandaj në hadithin që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një ditë: "Ejuhan nas, o ju njerëz, inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban." O ju njerëz, Allahu është Tayyib. E ka quajtur me emrin Tayyib. Dhe nuk pranon përveç se asaj që është Tayyib, përveç se asaj që është e mirë dhe e dobishme. Dhe ka thënë: "Wa anna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Dhe se Allahu azza wa jall i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar pejgamberët. E me çka Allahu i ka urdhëruar pejgamberët? Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati. O ju të dërguar, hani nga gjërat e mira. Gjërat e mira që janë gjërat e lejuara, e jo të pesta dhe të këqija që janë gjërat e ndaluara. Wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim, dhe vazhdimisht bëni punë të mira nga se unë jam i gjithdijshëm për atë çfarë ju veproni. Andaj e ka përmend emrin e Allahut At-Tayyib, duke emërtuar Allahun Tayyib, e pastaj ka sill ajetin kuranor që në te janë përmend të mirat, At-Tayyibat. Pra sikur që ceka në Kur'an është përmend në shumë vende ky emër, por i shkrir në kuptimet e tij e jo i përmendur drejt për drejt. Se përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun Azza wa Jall, do të thotë nuk shkon larg kuptimi gjuhësor. E që shpesh herë dietarët emrin e Allahut At-Tayyib e kanë
komentuar dhe e kanë shpjeguar ngjajshëm me emrin El-Quddus. I kujtohet El-Quddus atje kur e kemi marrë, do të kemi thënë ai që është i pastër nga çdo emet. Andaj Allahu at-Tayyib fillimisht nën kupton ai që është i mirë nga të gjitha anët. Nuk do të thotë nuk i afrohet e kota dhe nuk i afrohet e meta nga asnjë anë. Dhe gjithashtu kuptimi jam Allahut at-Tayyib është se prej Allahut vijnë vetëm të mirat. Vjen vetëm ajo që është e mirë, vjen vetëm ajo që është e dobishme, vjen vetëm ajo që është produktive dhe e nevojshme për njerëzit. Dhe gjithashtu në kuadër të kësaj është edhe shariati i Allahut azza wa jall, feja e tij dhe shpallja e tij, e cila nga të gjitha anët është e mirë. Dhe nga të gjitha anët i sjell të mira njerëzimit. Nga asnjë anë nuk mund t'i vijë dëmi e as e keqja njerëzve, as nga Allahu xhallahu ala, e as nga veprat e Allahut azza wa jall, e as nga fjalët e Allahut xhallahu ala kështu me radhë. Prandaj kuptimi i këtij emri me një fjalë na e përmirëson mendimin e gabuar që shpeshherë e kanë njerëzit në raport me Allahun xhallahu ala. Nga se, sikur që e kemi përmend, atë që ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah, se fatkeqësisht shumica e njerëzve në qoftë se i analizon gjendjet e tyre dhe i analizon fjalët e tyre, do të gjesh se është e rrënjësuar në zemrën e tyre mendimi i keq për Allahun azza wa jall. Mendojnë keq për Zotin. Nga se në qoftë se nuk e shprehin drejt për drejt për Allahun xhallahu ala, atër këtë e bëjnë duke i kontestuar veprimet e tij, caktimet e tij, nganjëherë ndoshta edhe ligjet e tij e kështu me radhë, dhe padyshim se ky është mendim i keq për Allahun xhallahu ala. Prandaj ky emër i kput të gjitha mundësitë për të menduar diçka keq për Allahun xhallahu ala. Nga sa ai është i mirë nga çdo aspekt. Dhe çdo gjë që vije prej tij është e mirë. Nga sa ai është at-Tayyib. Prandaj ky është një kuptim i rëndësishëm që duhet ta kemi parasysh, do të kur bie fjala për emrin at-Tayyib. Edhe pse thash, shpesh dietarët do thotë nuk e kanë dalluar shumë, i ka disa dallime, padyshim nuk është i njëjtë, i ka disa dallime, por shpesh nuk e kanë dalluar dallim të madh me emrin El-Quddus, që kemi marrë krejt atje në fillim për emrat e Allahut azza wa jall, e që nënkupton të pastruarit e Allahut azza wa jall nga çdo emet dhe nga çdo mangësi. Ky emër i bukur i Allahut azza wa jall padyshim se duhet të ndikojë në shumë aspekte në jetën tonë të përditshme. Për indikimeve që mund t'i veçojmë dhe nëruar në lidhje me emrin e Tayyib, fillimisht është që Allahu xhallahu ala sa ta përmendim, ta kujtojmë me emrin Tayyib. Edhe nëse nuk e përmendim, ta kemi ndërmend, apo se jemi duke e përmend dikë i cili nuk ka tmeta, është i pastër dhe është i mirë nga çdo aspekt. Dhe kështu të shoqëruarit e përmendjes së Allahu xhallahu ala me këtë kuptim na bën që çdo përkujtim dhe çdo përmendje Allahu xhallahu ala të ndikojë në shtimin e dashurisë tonë ndaj Allahut xhallahu xhelaluhu. Sa të përmend Allahu xhallahu xhelaluhu, të na kujtohen shumë të mira që i dim dhe që nuk i dim, me bindje se vetëm për ti i kemi. Andaj nëse Allahu është Tayyib, është i mirë, sikur që përmenda, atëherë nëse Allahu xhallahu ala është i pastër nga çdo emet, atë nuk mund të vijë nga ai tjetër gjë pas asaj që është e pastër nga çdo emet që është e mirë. As nuk ka mundësi nga dikush që është i plot dhe është i mirë nga çdo aspekt, e tëra që vije të ketë në të ndonjë njollë, nga se ata nuk bëhet i mirë nga çdo aspekt. Ata nuk bëhet i pastër nga tmetat nga çdo aspekt. Prandaj duhet të jemi, sikur që e kemi përmend vazhdimisht, duhet të jemi vëndëruar në pajtueshmëri të plot me atë që kemi besuar dhe me atë që na ndodh në jetën e përditshme. Nuk ka mundësi për shembull njeriu që të ketë një mendim për Allahun azza wa jall, spaku deklarativisht kështu të flet, e pastaj një mendim tjetër të ketë për caktimin e Allahut, e një mendim tjetër të ketë për shariatin e Allahut, e një mendim tjetër të ketë për pejgambert e përzgjedhjet e Allahut. Ky shpartallim
i mendimeve dhe i besimeve padyshim nënkupton se prej esencë i shpartallum. Ai për në esencë se ka kuptimin e duhur si duhet. Qase njeriu që e kupton dhe e din dhe është i bindur se Allahu është i mirë dhe çdo gjë që vjen nga ai është e mirë, atëherë çfarë vjen nga ai? Caktimi i tij. Atëherë është i mirë. Nuk mund të jetë caktimi i tij i keq. Është i mirë. Apo nuk mund të jetë në shariatën e tij diçka që ka tmeta, nga është i mirë. Prandaj shpesh njerëz që nganjëherë mundojnë që të deklarohen se janë besimtar, edhe unë jam musliman dhe ofendohet në qoftë se ti ja konteston përkatësinë e tij islame, ndërsa gojën e ka plot shëmtim dhe qortim ndaj fjalës së Allahu xhallahu ala. E çfarë kuptimi ka besimi atëherë? Çfarë kuptimi ka atëherë me thonë se Allah është i mirë? Apo e ku që nga pro defekti? Në qoftë se ky shariat është për Allah xhallahu xhelaluhu. Prandaj nuk ka kufar kuptimi. Për këtë arsye po them që duhet të jemi në përputhje me atë që kemi deklaruar dhe me atë që del për kësaj deklarate. Duhet të jemi në përputhje të plot me atë që kemi besuar dhe me atë që del për këtij besimi. Andaj, a kemi besuar në Allahun xhallahu ala i cili është i plot dhe është i mirë? Po, atë që nuk kupton se ajo që vije prej tij është e tillë. Pse të kontestohet caktimi i Allahut pra? Pse të kontestohet shariati i Allahut azza xhel? Për çfarë arsye? Prandaj, ky emër duhet që këtë shpërndarje edhe këtë mos koordinim mes besimit edhe mendimeve tjera që i kemi në jetën tonë të përditshme të jetë në një vijë, të jetë në një drejtim. Allahu është i mirë dhe është i mirë nga çdo aspekt dhe është i pastër nga çdo emet dhe nga çdo njoll, atëherë kjo i bie se çdo gjë që vjen nga ai është e përshtatshme dhe është e mirë për neve. Nëse është tajib. Qoftë caktimi i Allahut xhallahu ala që ka të bëjë me caktimin kozmologjik, që ka të bëjë me jetën tonë të përditshme, apo qoftë caktimi i Allahut xhallahu ala që ka të bëjë me caktimin e tij shariatik. Ligji që Allah e ka caktuar që të jetë udhëzimi hyjnor për njerëzit, cili është Kurani dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, në qoftë se Kurani dhe Suneti kanë ardhur prej Allahu xhallahu ala, a ka mundësi në këtë Kur'an dhe në këtë hadith të ketë diçka që jo gjithmonë është e mirë dhe e përshtatshme për njerëzit? A ka mundësi? Dikush mund të thotë nuk e di. Nuk e kam studiuar këtë shariatin. Apo, për shembull, me marrë ndonjë ilaç. Apo është e vërtetë që e ka prodhuar një firmë me të vërtetë shumë e njohur, botërore apo për barna. Po me të vërtetë dikush, a është kjo për çka të pish të bën hajër? Nuk e di valla. A është normal këtu me thonë nuk e di? Po normal me thonë nuk e di. Për shkak se duhet me studiu dhe me ditë këtë hap detajisht për me ditë me dhënë përgjigje. Për çfarë arsye? Për shkak se nuk vjen nga dikush që din me bë diçka që ka të prek bën mirë. Nuk ajo, mirësia e tij është e kufizuar. Ai mund të jetë i mirë dhe ekspert, por i kufizuar në aspekt caktuar. Ndërsa kur Allah t'ja pojmë emrin e Tayyib, a duhet njëjtën gjë me e bë sikur se bëjmë për punë tjerat? Ja. Nga se mjafton emërtimi i tij e Tayyib që ti je i sigurt për të thënë se çfarë nuk e kam studiu. Do të asnjë ajet në Kur'an nuk e di. Asnjë hadith nuk e di. Veçunë e di se Allahu është i mirë dhe se Allahu xhallahu ala u bën mirë njerëzve. Dhe e di që këtë Kur'an dhe këtë hadith Allahu e ka përzgjedhur për njerëzit dhe domosdoshmërisht duhet të jetë i mirë dhe duhet të jetë i përshtatshëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Andaj ky emër t'jap një bindje që gjithmonë me siguri të pohash dhe gjithmonë me një stabilitet të pohash se krejt që ka vije për Allahut është e mirë. Nuk ka mundësi me kondi diçka e papërshtatshme. Absolutisht kur njerëzit e bëjnë papërshtatshme. Njerëzit e pështillin. Ose e pështillin duke mos e marr tërësisht fjalën e Allahu xhallahu ala, normal edhe kur e merr të cunguar, padyshim se nuk e jep efikasitetin e vet të duhur. Sikurse Allahu xhallahu ala përmend në surën Bekara se çësia selektive ndaj ajeteve të Allahu xhallahu ala sjell përshtim.
Qysh? Ky Kur'an ka ardhur në ngrit. Ja, ka ardhur në ngrit komplet. Në qoftë se ti përzgjedh për ti çka don ti, lën çka don të nënçmon. Andaj ka dallim. Allah xhallahu ala thot: "Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd." A një librit, një pjesë të librit i besoni apo? Në rregull, mirë është për këtë kohë, është për këtë vend stabile. E pjesa tjetër, kjo duhet me këshyr. Duhet me shiku, nuk është bash e përshtatshme. Duhet njëre më vërtetu. E nëse kështu thot Allahu xhallahu ala, i çasti fjalës time të mirë, atëherë Allahu thot shpërblimin thojza për ata që bëjnë kështu është khizyun fil hayati dunya. Poshnim dhe nënçmim dhe përbuzje në jetën e kësaj bote dhe dënim botën tjetër. Në ky Kur'an çan xhehenem. Mos më ditë me përdor në xhehenem çan. Ky Kur'an mos më ditë me përdor të nënçmon, ta mundson që kur kryet mos më mujt me çupi gazepe pe punë të këqija. Kur Kur'ani. Pse? Gase edhe gjën e mirë që është, nëse zin me përdor, keq të bën ty. Jo pse, ai po ti e ke keq përdor. Prandaj Kur'ani është i mirë, është i përshtatshëm, por ne njerëzit e bëjnë pa përshtatshëm fillimisht për çfarë arsye? Për shkak të këtyre çështjeve selektive. Apo? Dhe e dyta, për shkak të keq interpretimeve, keq komentimit të Kur'anit. Allahu xhalla xhelaluhu e ka zbritur këtë Kur'an. Cila është objektiva më madhore me zbritjen e Kur'anit? Qëllimi kryesor që Allah e ka zbritur Kur'anin, cili është? E kuptu që ka thonë Zotë xhallahu ala. Çfarë kuptimi ka Kur'ani kur se kupton? Çfarë interesi realizohet me zbritjen e Kur'anit kur nëse morën vesh? Një popull se ka gjuhëmtare gjuhën arabe. Dhe ai krejt çka din pi Kur'an është me lexu arabisht. Apo çka shojnë harta për këtë libër? A është realizuar qëllimi pse Allah e ka zbrit? Jo. Absolutisht s'ka lidhje kjo me qëllimin. Se ka zbrit Allah xhallahu ala për bereqet. Por e ka zbrit për qëllime të caktuara. Andaj zbritja e Kur'anit është ndërlidhur ngushtë me kuptimin e tij. Nëse s'kuptohet sipas asaj që ka thënë Allahu, muradullah, qëllimi i Allahut, pse Allah e ka thonë, atëherë s'ka përfitim për tij atë. Nuk është i përshtatshëm. Shtrëmrimi i kuptimit të Kur'anit e bën pa përshtatshëm. Lakimi i Kur'anit që ti përshtatet rrethonave të caktuara e bën pa përshtatshëm. S'ban. E ka një formë. Si të dredhesh e prish. S'ban. Në si çdo gjë këtë botë. Për ne këtë telefon që e ke këtu, apo edhe nuk ta nxën në xhep. Të daj për gjys, dy xhepa më nxën tani, a ban? Po s'ban mos është i përshtatshëm, mos kryjm punë mo. Ti e mundu mi a përshtat xhepave tu, apo këtë telefon, mirë po është vërtet ja ke përshtat. E ke përshtat, dy xhepa e nxën. E ke përshtat, mirë po a ke bot përshtatshëm për përdorim pastaj? Jo. A dhe shumë njerëz e përshtatin Kur'anin, shumë mirë, ja gjojnë vend një jetën e përditshme, apo me komentet e shtrembruara. Mirë po a bot i përshtatshëm pastaj për jetën e njerëzve tu a bën mirë? Jo. Nëse është i mirë, veç çu ka zbrit i mirë. Apo si të prek i ndyti, apo se bën mirë. Do të më lënë të mirë që ka zbrit i mirë. Nëse i mirë ka zbrit të mirë, nëse nuk jetë i mirë sikur se ka zbrit i mirë, s'bëhet i mirë. Kjo është fjala e Allah xhallahu ala. Ky është ndikimi që duhet ta ketë emri Allah at-Tayyib në jetën tonë të përditshme. Ndikimi i dytë që duhet ta kemi parasysh tek emri Allah at-Tayyib është se Allah xhallahu ala kur e përdor këtë fjalë në Kur'an, Tayyib, Tayyibat, është për qëllim shumë gjëra. Një prej tyre është fitimi i mirë. Fitimi i mirë. Fitimi halal. Prandaj inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë dhe nuk pranon asgjë përveç asaj që është e mirë. E pranimi i veprave tona tek i miri fillon nga fitimi i mirë, nga ushqimi i mirë, nga pija e mirë. Në qoftë se nuk fitohet mirë, apo ndotet kanali,
E kur ndotet kanali, edhe gjërat e pastërta ndoten. Apo? Nga se njeriu kur e ndot brendin e tij me haram, atëherë edhe ajo që është e pastër kur dal bëhet e ndyt. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa njeri ndodh, shikoj këtë cilësim, nuk është i rastishëm që ka thënë pejgamberi ash'atha aghbara. Apo një njeri i cili është flokprishur dhe është i pluhurosur. Çka nuk kupton kjo cilësim? Pse e ka përmend këtë njeri pejgamberi veç ky sa ka plot tjerë që apo në përgjithësi pse më e veçu kët? Nga se gjendja e jashtme është një gjendje një shkreti që të tillëve Allah nuk ua kthen duan. Apo nga sa është i shkret, për në flokprishur, i pluhrosur, e ka met në vend keq në shketir, ky manzor se ky s'ka. Andaj të tillëve zakonisht Allahu u përgjigjet. U përgjigjet për shkak të nevojës dhe për shkak të, domethënë, rrethonave të vështira që ata gjenden to. U përgjigjet Allahu xhallahu ala. Ndërsa kësaj radhe edhe këtë njeri se ka përjashtuar nga rregulli i përgjithshëm, duke thënë sa njeri është flokprishur e i pluhros, domthonë gjendja është me ka gjendje të një skreti që ky njeri hala pa i qut durt, sipas rregullave është dashur më përgjigj. Mirë po thot pejgamberi i çon durt ka qielli. I çon durt ka qielli. E po çka është problemi? Mat'amuhu haram. Ka hungër haram. Wa malbasuhu haram. Tesha që i ka vesh i ka haram. Haram i ka ble. Haram i ka fitu. Apo wa gudhiya bil haram. Dhe është dhe vazhdimisht është ushqyer me haram. Apo fa anna yustajabu la. Shiko këtë pyetje. Fa anna yustajabu la. Prej kam i orë përgjigja. Në po të përgjigje, po ka me lëshu këtë përgjigje. Ku me është ti këtë përgjigje? Ka. Përgjigja që vjen për të mirët është e mirë. Ndërsa pista ku do me atëru kjo e mirë është e ndytë. Sërën ta. Së në atëran këto. Do të me gjithë një raport tjetër. Nga se nuk atëruat në këtë pistë fleqët. Apo që është ndot me haram. Fa anna yustajab ka. Andaj Allah xhallahu ala i ka thonë edhe vetë pejgamberëve, ja ayuha ar-rusul, shikoj këtë lidhje, pejgamberëve të Allahut. E pejgamberi më ka thonë në hadithin që ka përmend se Allah është i mirë dhe nuk pranon gjë përveç të mirës, dhe Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar pejgamberët. E me çka i ka urdhëruar pejgamberët e tij, njerëz gjedhën? Ja ayuha ar-rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Shiko këtë lidhje të fuqishme. O ju pejgamber, hani nga gjërat e mira, tayyibat nga halali, wa'malu salihan. E pastaj bëni punë të mira. Mirë po veç me punë të mira, mos me hongër halal, s'ju vlen. Ju ka thonë pejgamberëve. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma jasadin nabata 'ala al-harami fan-naru awla bihi. Muhamedi s.a.s. ka thonë, zjarri është më së afërmi trupit, apo që është rrit në haram. Nuk ka trup që mund të ketë zjarë mangat, se haj që është rrit në haram. Që ato e lypë gjëhenemi. Prandaj, kur përmend emnat e tajjib, i miri, duhet që të ndikon tekninë në përmirësimin e fitimit. Andaj njeriu që merr furnizim, për shembull me mashtrim, ose ai që merr për shembull me mos plotësim të marrëveshjes, i na marr vesh që kimë bë këtë dhe kimë bë këtë dhe kimë kry këtë, po, dhe nuk e bën. Ai duket që punë thjesht, haj se bëhet mirë, haj se më bën halal, haj se kështu më radh. Çështu të ka mentalitet tjetër ti, apo ky njeri çu shaman mania për atë rrugë që e merr. Ai duhet të them që duhet të jemi të kujdesshëm në atë që e çojmë tek shtëpia tona, në atë që fitojmë, në atë që marrim. Që njëri tjetë i kujdesshëm në kryen e punëve ti që i ka marrë përsipër. Si obligim përballë kompenzimit material, ose kompenzimit do të thotë në fund të muajit që e merr si pasojë e punës së tij. Nëse don që punët e tij të jenë të mira. Nëse don që Allahu t'i përgjigj, tayyib. Dhe gjithashtu nëse don që Allahu xhallahu ala t'ia bekon sadakon.
që bekon sadakon. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib, wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib, fa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi, thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwah hatta takuna mithla al-jabal." Gjene këtë hadith më rëndësi që flet për fitimin halal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith në Buhariu dhe Muslimin. Hadithi i Abu Hurairës. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: kush do që jep lëmosh sa një hurme nga fitimi halal, nga se Allahu nuk pranon përse të tayyib, përse të mirë, atër Allahu i merr këtë sadaka me të djathën e tij. Subhanallah, halal yt prej dorës tënde në dorë të Allahut. Që Allahu të ruan sadakun që ke dhënë. Të ruan sadakun që ke dhënë. Shiko, s'ka thonë e merr Xhibrili që në Allahut. E merr Mikaili kur se merr. Apo sadaka jote yetaqabbalu Allahu azza wajal, thot sikur se ka në hadith, yetaqabbalu Allahu bi yamini. Allahu e merr me të djathën e tij. Drejt për drejt, nga djatha jote në djathën e Allahut. Kur? Në qoftë se është halal. Në qoftë se është tayyib, fitim me djers, fitim i mirë, fitim pa mashtrim, fitim pa kamat, fitim pa ran, fitim me halal. Nëse kështu bëhet, thot Allahu e pranon me të djathën e tij. Thumma yurabbiha li sahibiha. Pastaj Allahu xhallahu ala ja bën tërbije. Çka tërbije? Tërbije është rritje. Vazhdimisht ja rrit. Thot e rrit Allahu dhe kujdeset Allahu për sadakan e dikujt për juve që është ashtu, sikurse dikush për ju kujdeset për me rrit fëmin e vet. Apo çush e rrit dikush fëmin ton? E di çfarë kujdesi bëhet, çfarë mundi bëhet apo? Thot dhe kështu Allahu hatta takuna mithla al-jabal, derisa kjo hurmë të bëhet sa kodra. Çashtu Allah e rrit. E rrit. Allah e di me çka ushqen këtë hurmë më bëhet sa kodra. Me çka rrit këtë shpërlim, Allahu e din. Po e rëndësishme është se ai e merr përsi për kujdesin për këtë. E çka nëse janë dy hurmë? Apo e çka nëse është një sport hurmë? E çka nëse diçka pak më tepër? Subhanallah, çysh e rrit Allahu këtë sadaka? Sa bëhet kjo e madhe? Andaj i lumi ai që jep sadaka. Wallahi është hajri i madh që atij Allah i jep sukses me sadaka. Por min kasbin tayyib, nga fitimi i mirë. Veç kaq. Le të jetë fitimi i mirë. Pastaj përgëzo edhe me bereqet, përgëzo edhe me punë të mira, edhe me pranim të sadakas, edhe me rritjen e saj e me gjitha të mirat që i gëzohen dokush për një edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ndërsa kur bie fjala për fitimin haram, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith në Muslimit, ka thonë la yaqbalu Allahu as-salata. Allahu xhalla wala nuk e pran namazin bi ghairi tahur, pa abdes. Ai që folet pa abdes me qëllim. Namazi ti janë rregull? Nuk ka rregull. Ky njeri a fal pa abdes. Mirë, nuk ka rregull. A veç i kaq mor fund? Ja, dënohet. Edhe pse u fal shkon në xhenem. Çu shmon në xhenem, po ky u fal njeri apo po një abdes s'ka pasa, po që për një abdes s'ka pasa. Se Allah se pranon kështu apo. Kjo loj. Kjo është hajgare. Po fal pa abdes, loja kjo. A nëse kur që për hapet nga të njerëzit me prunjer në xhami, math, dath, e me abdes e pa abdes. Jo. Xhamia ka rregull, namazi ka rregull. Don më fal, pastrohesh. Don më fal, merr abdes, i dish kput himrana. Të tërqysh s'ka. S'pranojmë ndryshe atë. Kur kush nuk guxon me dhon fatva kërkujt, hajde në xhami edhe pa abdes. Kush guxon kështu më thon? Andaj Allahu thot, sikur ka në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yaqbalu Allah. Allahu se pranon namazin pa abdes. Wala sadaqatan min gulul. E ka lidh një, sikur se pranon namazin pa abdes, nuk e pranon as sadakën që vije për mashtrime. Gulul në esencë është me vjedh plaçkën e luftës. Domthon e kanë një pasuri të përbashkë, bashkë kanë fitu.
Kanë luftu ton bashk. Dhe tashti pasuria që është mbledhur si plaç lufte i dorëzohet emirit, i dorëzohet udhëhecit ton. Ai pastaj e ndan në bazë të asaj që është e njohur fatërisht si ndahet plaçka e luftës. Po në njëri ka marrë nga plaçka e luftës apo ende pa u nda. Se ka pas frikë se kur nda si ta kanë kehise. E pastaj qatë njëjtën e ka dhonë sadaka. Se ka marrë për veti. S'pranohet. Nisi kur se nuk pranohet, namazi pa abdes. Prandaj Allah është i mirë dhe nuk pranon asgjë përse të mirës. E kur bie fjalë për pranimin e të mirës, e përmendim sadakan dhe përmendim fitimin halal. Në kuadër të kësaj të ndëruar është se edhe Allahu xhallahu ala gjithashtu edhe nga fjalët dhe nga veprat nuk pranon gjë tjetër pa që është e mirë atë. Andaj shikoj se e ka lidh kët në surën Fatir, në ajetin 10, Allahu xhallahu ala thot: "Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu wal-'amalu s-salihu yarfa'uhu." Ana sa kjo punë që dojmë na, ja ka kusht që vepra të ngritet. Që ajat pranohet tek Allahu xhallahu ala. Andaj thot: "Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu." Tek Allahu ngritet fjala që është tayyib, e mirë. Dhe vepra e mirë, wal amalu salihu yarfa'u. El kalimu tayyibu këtu çka është? El kalimu tayyibu ulemat ka thënë është fjala la ilaha illa Allah. Apo e cila është ajo që me të ngriten fjalët. Kuptimi i drejtë i kësaj fjale. Nëse kjo është përshëndim edhe në ajetin ku Allah xhallahu ala ka sill shembullin e fjalës së mirë. Apo sikurse një pemë asluha thabitun, që baza sa është e qëndrueshme dhe fuqishme, o far'uha fi s-sama, ndërsa degët i ka në qiell, tu'ti ukula kulli hinin bi idhni rabbiha, që jap fryte të mira vazhdimisht me lejen e Allahu xhallahu ala. Andaj, në qoftë se kemi arritur që fjalën la ilaha illa Allah ta kemi të mirë, ta kemi, ajo është e mirë, po na me bëhet të mirë për vete, me mbjell mirë në zemrën tonë, atë reflektimi i saj cili është tu'ti ukulaha kulli hinin, jap fryte të këndshme, ushqyse kulli hinin, shiko kulli hin, gjithmonë, vazhdimisht. Nuk ka mundësi më koni mirë, ndihmën e i keq në verë, se s'ka mundësi kështë më konë, nuk është e mundshme. A ka mundësi hurmeja, apo një vjetë që të hurme të tharpta, e një vjetë që të tëmla? Ja, s'ka mundësi. Aja bëhet e tharpt, apo kur njëri nuk din më kujdes për ta, ka mundësi që të prishet. Por nuk ka mundësi tjetë fryt që del nga kjo deg i tharpt. S'ka mundësi. Ose, për shambull, ka molla janë të ëmbla edhe ka molla që janë tharpta. A ka molla kështu? Ka. Aja tharpta s'është e prisht, që ashtu lloj është, diku që akona veç ato. Mirë, po hurmja që ka sill pejgamberi shembull të fjalës mirë, s'ka hurmë të tharpta. Këto janë të ëmbla. A ka hurmë të tharpt? S'ka. A ka hurmë të thith? S'ka. Këto hurmë janë të ëmbla. Andaj që kështu fjala besimtare gjithmonë është e ëmbël. Nuk ka domosdoshmë e tharpt, pa që si soi jam unë, që si i tharpt jam unë. Ja s'ka kështu. La ilaha illa Allah me kon i tharpt. La ilaha illa nëse hen trup, çu duhet, veç amel ka me pas. Veç mirë ka me pas. Tanve si akuna amlin, do i mundan që ta me tonë muslimon së në bënë. Apo? A ke pasë, se është të, mi pa ajo është i amel, është e dishme. Ajo është i shishëm, ajo është i mirë. Pse? Nga se në te është instalu fjale e mirë. E pastaj, nga ky besimtar që te është instalu fjale e mirë, apo nga ky njeri, qëfar del? Del veç mirë. Del veç që është e mirë. S'ka tjetër. Prandaj, ai që bën mirë dhe ka kuptuar emrin e Allahut at-Tayyib si duhet mirë, ky njeri është i mirë në fjalët e tij. Ky njeri është i mirë në veprat e tij. Ky njeri është i mirë në fitimin e tij dhe në pasurinë e tij, dhe ky njeri është i mirë në të gjitha gjendjet e tij. Ka do që sillet i mirë është. Edhe kur flan është i mirë, edhe kur quhet është i mirë, edhe kur është i gëzuar është i mirë, por edhe kur është nervoz është i mirë, gjithmonë është i mirë.
kuptim të asaj është i përshtatshëm, apo s'është i dëmshëm, kur? Qysh, a ka sa të bëhesh i mirë, qysh të bëhet kjo? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a shembull tyre në këtë drejtim? Po. A ka qenë njëri? Po. A u nervozu në Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çemër ju? Po, vallahi. A u dhnu në herë? Po. A kon smut në herë? Po. A kon i dëmshëm në herë? Kur? Ka kaluar për të gjitha gjendjet që ka lënë njeriu. Madje dy fish më vështirë se na. Por kur kjo se ka vënë kur i dëmshëm? Kur? As në fjalët e tij, as në veprat e tij, as në asgjë. Me thonë për shembull, vallahi fukarlla ku na myti, s'po kem me hongër buk. Ai për buk ka hik. Don 3 ditë s'ka mujt mungi që duhet. 3 ditë apo çfarë më botash? A do më rrugë dyshsh? Apo gjendja e vështirë ekonomike e ka bën ndonjëherë pejgamberi sa me fituar një hurmë haram korrupta. Andaj sot arsytim gjendja, sot arsytim kurrë, në qoftë se je i mirë. Para atë sot nuk kena të mirë, para pastaj ndodhet që edhe fjalë mos e pas mirë, se dikun ka me shpërthy ajo pjesë që se ka ndriçuar e mira. Apo nga se fjala e tayyib, fjala e mirë që la ilaha illallah duhet me ndriçuar tër sistemin e qenies tonë. Në qoftë se mbetet ndonjë aspekt i errësum, i pandriçuar, atëherë ai do të shfaqet ose në fjalë, ose në vepra, ose në fitim, ose në gjendje të caktuar shpërthan. Është i mirë që të veç, mos e nguc që të. Apo besimtari s'ka mos e nguc. Apo po ai mund me reagu keq, në të kuptim mund me reagu ashpër, sikur se ka reagu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur prek shariati. Apo kur ka ardhur Usame ibn Zeidi me kërku që më ia falë se grua që ka vjedh. Atë këtu ka reagu është stërkuq nga reagimi. Mi po, a ka qenë reagimi ti dëmshëm, i keq? Absolutisht jo. Prandaj, është i mirë nga çdo aspekt. Asnjë gjendje nuk e bën që të jetë i dëmshëm. Asnjë gjendje nuk e bën që të jetë i papërshtatshëm të marrësh me ta. Prandaj nuk duhet të jemi në gjendje caktuar për shkak të njëri, më ju harxhit rroga para se me orë tjetra, mos fal me ta. Papërshtatshëm, s'kish problem është apo. Apo me vakia me zatet një sahat para iftari, problem është apo. I papërshtatshëm mor, le të ham buk në herë apo. Apo aty ka do të është i papërshtatshëm. Apo si quhet me gjumët, mos e ngos nëse sa u kfill. Është çështë të problem me tash me fol me ta. Besimtari kurs është i papërshtatshëm. Gjithë është i përshtatshëm. Gjithmonë është i përshtatshëm. Sa është gjithmonë i mirë. E na duhet me kont mirë. Prandaj emri e tayyib na bën që çdo gjë që del prej neve duhet të jetë i mirë. Veçanërisht ajo që ngritet ka Allahu xhala xhelalu. Ajo që ngritet nga fjalët tona, ajo që ngritet nga veprat tona, ajo që ngritet nga sadakaja jon, ajo që ngritet nga pasuria jon, ajo që ngritet nga çdo gjë pe anës ton. Duhet ta dim se merr karakter, si më thon, ndoshta ngritës apo që shkon tek Allah veç kur është i mirë. Apo nisan për më ngrit në alt, duhet më pas do elemente të fluturimit, apo ky libër a fluturon? Jo, pse më fluturon? Po se si ka komponente që më bën fluturon, më bën janë gjithë diçka, fluturon edhe ky. Apo e pse ky libër fluturon? E tona aeroplani i madh fluturon. E po pse i ka elementet përbërëse të tilla që e bën me flutur. Andaj edhe vepra nëse zgjet në tokë, duhet më ashtu do elemente do përbërës caktuar që e bën më ngjit në lart. Elementi kryesor dhe i vetëm që e bën një vepër me fluturuar të lart është me kënë mirë. Se ka kët jetë në tokë. E han njëri këtu, rrin me to që to ama në lart shkon. Se gjon tek Allahu xhalla xhelalu. Prandaj japi karakter fluturues, ngritës ka qielli, ka Allahu xhallahu ala. Japi çdo gjë që del prej teje. E qysh me instalu atë sistem, atë aparat, bënet mirë. Tayyib. E mirë është kur është sinqert. E mirë është kur është në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E mirë është kur është halal. E mirë është kur bëhet me ndershmëri. E mirë është kur bëhet apo me mirësi. Prandaj sadakaja mund të jetë me halal,
po nëse përcjellet me përmendje, fliqet atë. Apo se përcjellet me interes saktum, me fitu diçka, prishet atë. E mund të qenë në sens halal, ka fituar me njerëz, apo po kur jap dikujt, edhe atij që jep e njerëz. Se unë jam njerëz, ato do me njerëz. E ato atij që jep s'bën me njerëz ato. Apo sa i më kon që njerëz e kish fituar vet. Prandaj ti je njerëz, më ja on dikujt pa njerëz. Që kjo sot e koja. Ama kur ti e ke fituar me njerëz, e atij që jep, edhe ata e njerëz, po jo tu e lodh në kuptim fizik, po tu e ke shtrajtu psiqikisht nga përmendja tepërt e flisë të kona për. S'ka kuptim. Prandaj, me kone mirë, nga çdo aspekt, ka të këqyrë është e mirë. Ka të këqyrë është e mirë. Ndash nga burimi, ndash nga mënyra, nga çdo rrethonat, nga çdo gjë kur e shikon është e mirë. Kjo është vepra e besimtarit. Prandaj për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka sjell shembullin e besimtarit me palmën, me hurmën, e cila çdo gjë ka të mirë. Nuk ka asgjë në trungun e palmës, edhe as ndegt, as të saj që nuk shfrytëzohet për të mirë. Krejt që ka kanë të shfrytëzohet për të mirë. Krejt që ka kanë të është e mirë. E tëra shfrytëzohet për të mirë. Andaj besimtarët me konë i tillë ata. Jo me konë veç diçka taj e mirë. Apo këto mundohu me qenë në çdo aspekt i mirë, nga se kjo është përfitimi nga emri Allahut at-Tayyib, i cili është i mirë, i cili është i dobishëm për njerëzit dhe për këtë nga çdo aspekt, dhe në çdo moment, në çdo rast. Dhe gjithashtu ajo që është e fundit për këtë pjesë, se besimtarit që do të ngritet tek Allahu xhallahu ala, do të ngrit veprat mira të ai që është i mirë, sikur që kuptuam, duhet me ditë se tek Allahu afrohesh veç me të mirë. Apo nuk ka mundësi më ofru tek Allahu xhallahu ala ndryshe. Përveç se i hipur në barkën e quajtur e mirë. Veç kështu. Tek Allahu afrohesh me të mirë. Prandaj vepra e mirë është ajo që Allah e ka cilësuar e mirë. Zemra e mirë është ajo që Allah e ka cilësuar si të mirë, jo na. Apo dhënia e mirë është ajo që Allahu e ka cilësuar si të mirë e kështu me radhë. Prandaj afrohemi tek Allahu xhallahu ala duke qenë të mirë, nga se Allahu është i mirë dhe Allahu nuk pranon gjë tjetër përveç se atë që është e mirë. Andaj Allahu ne lutem që të na i bën zemrat tona të mira, dhe fjalët dhe veprat tona të mira, sadakan tona, gjitha punët tona të mira, që në çdo moment, çdo rast, çdo rrethon, kudo që gjendemi, ti afrohemi Allahut azza wa jall me vepra të mira. Me kaq po i do fund kësaj pjese, vazhdojmë në pjesën e dytë inshallah. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.